Jemi gati. Po besoj që për pak sekunda. Atëherë ju faleminderit për vëmendjen, interesin dhe përcjelljen e aktiviteteve tona politike. Sot mbajtëm takimin e përbashkët të kryesisë së Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe të kryetarëve të degëve në vijimësi të zgjedhjeve të reja nacionale të 7 qershorit. Folëm për proceset, përgatitjet partijake, themelimin e shtabeve në secilin degë dhe përgatitjen e listës zgjedhore të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Me votim në këtë trup, dakorduam që këtë të shtune të thrasim Këshillin e Përgjithshëm të LDK-s për të finalizuar gjitha çështjet që lidhen me pjesën përgatitore zgjedhore. Pika e veçantë e këtij takimi ishte edhe natyrisht bashkimi i madh për cilin po flasim, e për cilin jemi angazhuar, e njoftova edhe kryesinë dhe kryetarët e degëve me procesin e drejtanishëm. Votuam dhe u dakorduam që të formalizojmë ta shetutje në bashkëpunim me Vjosa Osmanin garimin e përbashkët në zgjedhjet e ardhshme. Po për këtë më jepni edhe disa ditë të finalizoj diskutimet dhe me zonën e Osmani për të përfunduar në një votim formal në mbledhjen e Këshillit Përgjithshëm. Pra kishte dakordim për idenë e bashkimit, kishte dakordim për garim të përbashkët, kishte dakordim për shumë gjëra që i kemi diskutuar deri më tani dhe në mbledhjen e Këshillit Përgjithshëm do të formalizojmë këtë çështje në detaje. Ka që kanë mbetur pa e finalizuar nga negociatat me zonën e Osmanit? Me siguri një kafe shkurt, miqësore, për të bërë përgatitjet bazike, formale, teknike. Nga bisedimet që keni pas deri tash me zonën e Osmanit, cilat janë kërkesat e saj, pasi është përmend që ka si kushtimi kështu që të raditet në vjetën e parë, a kërkon emra specifik në listë, sa vende ja keni lënë? Asnjë kusht me Vjosën s'kemi pas. Por nuk është relacion kushtëzimesh, është relacion i kuptimit të nevojës së përbashkimit të gjithëve brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës. Dhe ky përbashkim nuk kupton që ne ndërtojmë relacione mbi mirëbesim. Dhe përderisa kemi mirëbesim dhe kemi vizion të përbashkët, nuk flitet për kushte sepse s'po flasim për relacione kushtëzuese ndaj njëri tjetrit. Pra shumë ato raportime kanë qenë pasakta, i kemi diskutuar edhe unë me të shpesh, por kanë qenë pasakta. Tani kemi vullnetin e LDK-s për të finalizuar këtë marrëveshje dhe për të finalizuar një listë përbashkët. Besoj më jepni pak kohë që ta finalizojmë zyrtarisht, sepse kjo është vetëm çështje e Lidhjes Demokratike të Kosovës, duhen dy për një marrëveshje. A jeni gatshëm të lironi pozitën e parë ose barë listës me qenë Vjosa Osmani? Pas një problem. Jo, kjo çështje është për mua. Besoj që Vjosa Osmani duhet jetë kandidatja shkëlqyeshme dhe më e duhura për presidentin e Kosovës. Besoj që populli i Kosovës e dëshiron një gjë të tillë dhe jam i gatshëm që bashkë me kolegët tonë dhe me Lidhjen Demokratike të Kosovës t'ia mundsojmë vetës, popullit të Kosovës, Republikës sonë një kandidaturë të tillë. Prandaj renditja në listë për mua nuk ka fare rëndësi, përderisa gjejmë një modalitet që funksionon, që fton njerëzit të bëhen pjesë e këtij rrugtimi, që ngrit shpresë për Republikën e Kosovës, edhe në fund që e ngrit edhe vizionin dhe programin politik Lidhjes Demokratike të Kosovës drejtimin e duhur. Qysh e komentoni faktin që për 2 herë me radhë dy kryetarë komunash arrin koalicion me parti tjera pa miratimin e kryesisë LDK-s në këtë rast në Prishtinë? A është ende LDK për më? Shqiptani, kryetarët e komunave kanë të drejtën e tyre të bëjnë marrëveshje për shumicën që ata konsiderojnë. Po nuk mund të them që ne kemi marrëveshje me Partinë Demokratike të Kosovës. Pra mund t'ju gënjej, po s'kemi. Po ta kemi një marrëveshje të tillë, ma tregoni pra. Pra LDK-ja nuk ka bërë marrëveshje me Partinë Demokratike të Kosovës. Kam komunikuar edhe me Bedri Hamzën këtë çështje. Kemi thënë, kemi marrëveshje, jo s'kemi marrëveshje, në rregull, nëse s'kemi marrëveshje me LDK dhe PDK, unë duhet të qartësoj për publikun, sepse mediat po pyesin që ka marrëveshje të tillë, se ne s'kemi. Pra, ato janë marrëveshje të kryetarit komunës me parti tjera politike, por LDK me PDK nuk ka një marrëveshje të tillë. Por a është ende LDK Përparim Rama? Përparim Rama ka qenë kandidat i pavarur brenda listës së LDK-s, ai vazhdon të jetë kryetari i komunës dhe LDK-ja me çdo forcë të vetën, aq sa mundet dhe aq sa krijohet hapësirë, do të kontribuojnë në realizimin e programit fitues të LDK-s në Prishtinë. Mos harroni, ne kemi marrë shtete qytetare për këtë punë, jemi të interesuar ndihmojmë Prishtinën, por nëse ju më pyesni, a kemi marrëveshje
me PDK-n nuk ka një marrëveshje të tillë dhe s'ka pas diskutime për bashkëqeverisje me PDK-n. Por janë marrëveshje të kryetarit të komunës me parti tjera që i bënte të tjerët. Por LDK-ja nuk ka një marrëveshje të tillë. Për bashkëpunim me Vjosa Osmani, a ka pasur ndërtime brenda LDK-s, sepse shton që ka disa zëra. Ja, s'ka zë, ka qenë atmosferë e shkëlqyeshme, ka qenë mirëbesimi i mirë, atmosferë e mirë e përbashkimit. Kjo është fokusi jonë, ta kemi qartë. Por LDK-ja edhe për ju dhe për të tjerët, ta kuptoni se nuk mirët me çështje lokale në këtë fazë, kemi 30 e pak ditë para fushatës, vizionin e madh e kemi te gara ashme nacionale, te një listë fituese. Besoj shumë shpejt do të finalizohet dhe do ta kemi në publik si të tillë edhe që është me interes edhe për vendin edhe për të ardhmen e tij. Por me post të qartë, se herë po thoni përbashkim, herë po thoni bashkëpunim me Vjosa Osmanin. A është ju bashku Vjosa Osmani LDK-s apo keni bashkëpunim me Vjosa Osmanin dhe me kandidatët e saj për deputet? S'ka diferencë. Jo, Në një listë ndarë A ko me qenë antore e LDK-s apo ko me qenë si bashkëpunim? Antore e LDK-s mund të antarësosh edhe ti si antore e LDK-s. Mund të antarësosh çdo qytetar, po pres për bashkëpunimin e juaj. Bashkëpunimi ynë është me një listë përbashkët brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës. Vetëm LDK-s, ka parti tjera brenda listës së LDK-s, këtë dijeni. Mund të kemi koalicione të vogla me partitë të tjera, tani po flasim për një bashkëpunim brenda LDK-s. Gjigo po flet për një listë gjerë. Po. Për cilë ka ka në emër që është shumë është bisedim dhe a ke mundësi një për opinionin publik? Ka shumë emra, ka një listë përbashkuese, tani sapo dolën prej takimit, strukturat tona do të vinë edhe emra të tjerë. Merrni pak kohë, ti finalizojmë, ti zyrtarizojmë dhe të vijmë me një propozim konkret. A jeni të hapur për ndaj koalicion tjetër të qoftë me AK-n ose nismën eventualisht? Jo, s'kemi pas diskutime të tilla, as besoj që sot kemi marrë aprovimin e strukturave të partisë për të formalizuar një marrëveshje që duhet edhe një palë tjetër ta pranoj. Në momentin që pala tjetër e diskuton dhe ulet me neve në këtë rast Vjosa Osmani me listën që mund garoj brenda këtij bashkëpunimi, e finalizojmë brenda Këshillit të Përgjithshëm të LDK-s dhe merr fund kjo çështje. Si do të ketë pozicionimin ata mbledhura të komunës të Prishtinës? A do të jeni tash në opozitë me thjesht që keni kërcëdhjen me përfaqësimin? Jo, nuk kemi në opozitë, në sa di. LDK është në qeverisje dhe LDK ka 15 asamblesë, si forca më e madhe politike në Prishtinë. Unë po ju them që LDK nuk ka marrëveshje me PDK-n, për hapa tjera mpretni mas zgjedhjeve. Tash jam interesuar veç me bë bashkimin e madh, me bë një listë fituese, me vendosur një kandidatë të shkëlqyeshme për presidente, një kandidat mirë për kryeministër, edhe unë bashkë me këta 110 tjerë që jemi bashkë me arrim rezultat të mirë që besoj është i mirë edhe për qytetarët e Edhe Kosovës. për Xhafer Tahirin apo do të thonë me prit mazëdhe për ardhën zgjedhje tjera? Xhafer Tahirit ja kemi refuzuar të rreshën dhe ai do të vazhdojë të jetë kryetari i Degës së Ushtrisë. Faleminderit shumë. Faleminderit.